Sheshi Liria, është një nga sheshet më katastrofike të kthyer nga një shesh 75 vjeçar të periudhës Italisë, ku Shatrivani e vetë tërhiqte ujin dhe vazhdonte po të njëjtin proces. Sot uji, pasi të gjithë qytetarët e Durrësit gjatë periudhës ngricave zakonisht o thyn qafën ose kërcejnë balet klasik rreth i qark pjesës tjetër, por uji vjen me botë. Kupton çfarë ndryshimi ka? 75 vite më përpara vetë qarkullonte, sot vjen me botë. Ndërkohë që ato pllakat e gurit duhen ndruar minimalisht një herë në 6 muaj, mos se nuk mban ajo e shkreta. Po çfarë ti bëjmë ne? Domethënë, nuk arri do ta kuptoj se sa larg pamës janë pikërisht përveç sa ai arkitekti vjen nga jashtë, si ka haberin fare as pjesës historike, as vlerës kulturore, as vlerës kombëtare që kanë pikërisht to sheshe, merr atë çantën e vet, masi ka dhënë atij tjetrit atë përqindjen që duhet i takon për pjesën e zinxhirit me ja çu bablokut në fund, dhe në fund fare ç'a ndodh? Ata që i ham të gjithë këto ndryshimet e propagandës, këto estetikat e bukura që s'janë fare të bukura se nuk janë as funksionale nga ana tjetër, jemi ne. Dhe ne nuk kemi të zot themi asnjë gjë nga vetja jon për të ngritur zër, o zotri, parat me cilët ti ndërton janë të mijat, janë të tuat, janë të gjithë secilit nga ne. A ne na pëlqen të flejmë në ujë? Më vjen shumë keq, po ka marrë një mesazh para 2 orësh nga një nën që kishte një fëmijë 4 vjeç dhe nuk dinte ku ta vente me flet. Se gjithë shtëpia ishte në ujë. Nuk është të ulërasësh me të madhe dhe nuk din se ku ti ikësh. Ulërasën, po ka zgjidhje. Dhe nga ana tjetër më del një kryetare bashkie e cila thot ka 15 grupe ekspertësh thot që janë të rreth. Zgjidhje ka pas në kohën e Skënderbeut, një profesor më tha që ka pas 2000 vjet para, në kohën në vitet 0 po i quajun, kur romakët vinin në Durrës. Pra, shembull ne kemi të fundit, na sistemi më i centralizuar dhe më i varfër, se ishim shumë të varfër, po ju jeni të rinj, nuk e dini. Edhe atëherë gjej mundësi për të ka zgjidhje. Të diskutojmë zgjidhje teknike të tilla, mua më duket vetja si budalla, me thënë drejtën, sepse janë aq të tejkaluara, aq të diskutuara, aq sa që ndoshta edhe janë harruar, aq të vjetra janë. Pra, nuk diskutohet kjo. Problemi është rrotullojmë ndalim të njëjta gjë. Ne na duhet një qeverisje tjetër. Kaq e thjesht. Ne na duhet një sistem qeverisjes tjetër. Ne kërkuam nga institucionet përkatëse që për të patur përfaqësues, nga kanë ardhur njëri në por kam përshtypjen se në këtë kohë duhet të qenë nga angazhuar pranë qytetarëve dhe janë shumë të mirë kuptuar. Ndoshta sot, po më përpara në këto 4-5 vite të fundit që gjithë në përshpia janë më. Nuk të ishin në përterren, debati fundit me një njerëz të qeverisë. Ishte edhe nën kryetari ministër, në kryetari i bashkisë para 5-6 vjetësh edhe çfarë në një studio ju kam pasur unë. Ndoshta kam qenë moderatori, isha redaktor në emision. Kujtoj një fakt. 5 vjet, 6 vjet. Ka ardhur njëri? Kujtoj një fakt nga Shqipëria që mund ta verifikojmë gjithë. Gjitha shtëpiat e vjetra në Gjirokastër kanë ster ujë. Grumullojnë ujin e dimrit dhe përdorin gjatë verës. E gjithë Shqipëria mund ta kishte këtë shembull. E ka Egjipti, e ka Hollanda, e kanë gjitha këto vende. E para, e dyta. Në Shqipëri është bë urbanizim. Një fjali. Kjo është një nga unë tani po i bëj leksione studentëve me librin e Morenos. Moreno është ai që ka shpikur ose ka sjell konceptin e qytetit 15 minuç. Dhe një nga këto, jo vetëm tek ai, po me që jam këto ditë duke i përkthyer në është thelbi ti të qarkullosh ujin. Pra ky ujë që neve na përmbyti, neve teknikët, unë nuk jam shumë teknik, se unë jam njeri i shkencës, po ata praktikantët, po edhe mendimin ton, mund ta kthejnë në favorin ton, pra ai ujë, dhe shikohet, unë nuk e kisha, më fali profesori, unë nuk e dija, por këtë e pas kanë bërë të para tanë para 400 vjetësh. Për Gjirokastër edhe është në 3 nivele. E kuptoni? 3 nivele, pra uji i parë lanin fruta perime, një kat më poshtë lanin enët dhe me ujin që kishte mbetur përdorin për tualet. Dhe për ta vazhduar, nga që unë jap mësim tek një deg e re, arkitekturë peisazhe në Universitetin e Buzëve, jap të tapetet e gjelbra dhe zbatimin e projekteve. Edhe për ta vazhduar këtu, një nga kolegët e mi shumë i nderuar, i burrëzët i rritur me dijes, me hallin e vet, jo i bëm nga partia, se këtu ka 2 kategori, pseudoelita e sajuar nga partia dhe ata që janë bë vet me mundin e vet. Ky njeri sa hapi këtë problem, shkrujti në gazetë dhe diskutoi madje në studio 2 televizive, filluan me i thonë ky ai marr ç'a don ky. Dalemi tek pika që ju përmendni. Shkojmë tek problemi urbanizimi, pra nuk ka. Shqipëria ka një zhvillim kaotik
me shumë pasoja, jo i qëndrueshëm. E treta, unë thëmë diçka, i bëj një thirrje gjithë agronomëve, veterinerve, inxhinierve, hidroteknikve, mësuesve, mjekve, profesorve, studentëve, nxënësve të Shqipërisë, kësaj pjese shumë delikate që po i lëm pa dhe pa tokë, pa shtet, i bëj thirrje që në Shqipëri mbahuni fort dhe luftoni me bot kuptimin e prindërve tuaj që duam Shqipërinë më shumë se partinë, dhe për ta mbyll problemin, gjithë problemi, unë kam një 8 vjetë paktën, se 4 vjetë shqipar, ka shku si ka shku, po 8 vjetë kam se nuk e kërkoj ma, ke kërkush, veç e kërkojmë ke vetja jo. Unë jam shumë kritik, ndaj vetes, ndaj bashkëpunëtorëve mi, sidomos ndaj brezit tim, që në mënyrën më të verbër si asnjë komb tjetër i botës, shkoj dhe votoj kundër të armës fëmijëve të vet, kundër të ardhëve shtetit vet. Gjithmonë, Profesor, tash them këtë që ta më. Për të ndalë tema. Po. Ju them njerëzve, problemi jemi ne, jemi aq i problemi dukshëm, sa gjithë bota çuditet me ne, por po ju them dy veta. Emanuel Kanti, filozof gjerman, thot, kur qeverisë shkeq vidhesh, evadon korrupsionin, atëherë zotni ngrihu e zill kontratën e qeverisës. E dyta thot atë zefllumi, nuk ka si ne shqiptarët, se ne nuk kundërshtojmë as me fut opingën në gojë. Pra e kuptoni ju se pra problemi jemi ne, durimi, pse duron më zotëri? E shef, shkollat ka marruar, sistemi shëndetësor po, qytetit përmbytet. Unë nuk e qaj halli këtë rast. Dur si do bëjnë. Lusë Zotin, ndihmoj Zotin njerëzit. Unë që ju flas, rrallë njerëz Shqipëri e din që e ka provuar. Djegën e shtëpisë, borën, fortunën, lumin, i kam provuar gjitha. Por ama, do i lutem çdo njeriu që të bëjnë pyetjet vetit, çfarë po i bën tarnës vendit dhe vendit vet e jo duke pa interesat e elitës. Profesor, nëse do kishe një fuqi sot, çfarë do ndryshoje, nga doja nisje? Se takon edhe kësaj çështje për cilën po flasim. Po. E para mbi gjitha vëlla, duke qoftë edhe me vllajin tim. Thash, kam kaluar me njeriu tim më të afërt 62 vite të rija, që i kam festuar. 62 vjet rrash vit në ri, si vjet se festova, sepse shkojnë i bjem qafë, qa ka lushi, pse flet lushi. Leni njerëz të mi, o ignoranta se njerëz të mi jetojnë me krah, s'kanë bën dam kuj kur, veç i kanë dhënë kumbit shqiptar, gjak e pas të ti, e punë e ndërë. Iku kjo. Nga doja nisje, profesor? Doja nisja të gjithë ata që kanë pas vull shteti e përfaqësimi, minister, zëvendësministër, drejtora, harbut, hajdut me vila, me lokale, me toka, do t'i shpallja të pa dëshirueshëm për 15 vjet, mos me i pa kushma në zyrat e shtetit shqiptar. Pak 15. Minimum 15. Pak. E para. Dhe e dyta, Do të pyesë. do t'i lutesha me depolitizue sistemin arsimor, sepse e politizuan, i lidhen, i shantazhuan, i mbytën student, tani hedhin vallës si të donë. Tani nuk ka kush i lua ma, sepse gjithë kush, unë kam thonë gjithmonë, po taj 200 lekë shtu gjep dhe kur flas këtu, apo në televizion e tira, apo kur shkruaj në gazetë. Kete fletorja, profesor. Ja, flas rahat, sepse i kam bën thirrje mja herë edhe kur kam protestuar në lëvizjen për universitetin. Të dalin një shtetar i Republikës Shqipërisë, i cia saj, çdo regjim, të më gjejnë 200 lekë dam, t'ja ke bën shtetit apo kujt në Shqipëri. Atëherë kur punoj me krahët e mia, me punën time, them fjalën time në shërbim të kombit tim, ç'a drejshin kanë me mua, ç'a kanë me ty, ç'a kanë me tjetrin. Atëherë kjo frika, dhuna, po na ushton shteti dhe ne duhet ngrihemi kundër frikës së dhunës. Unë ju bëj thirrje, sidomos student dhe nxënës Shqipërisë, mos lejoni që për kafshatën e bukës prindve tuaj me i bën Shqipërisë këto situata që po vinë. Se Shqipëria juaja, nuk ka jona. Amerikanët thonë e kam tokën për djalin, se kam timën. Flori, si shkohet tek zgjidhja? Për të vazhduar tu e la profesori, indianët e Amerikës ka një shprehje shumë të bukur që toka që ne kemi sot nuk është trashëgim nga të parët, por është ajo që u kemi marrë borxh fëmijëve tanë. Dhe në këtë kuptim, ne duhet ta shohim gjithçka, gjithë vendi ku ne jetojmë,
Shqipëria nuk është sahia që bëjmë ne në tokë. Shqipëria është shumë e madhe dhe është diçka që ne duhet punojmë fort, siç punuan të parët tanë për ne, duhet punojmë ne për fëmijët tanë. Fatkeqësisht, do të them këtë problemin, pastaj do dalë një zgjidhje. Ne nuk kemi një planifikim 30, 40, 50 vjeçar. Master plan, po. Shkove shumë largë. Po jo, se kështu funksionojnë qytet, nëse duam t'i ngjajmë, nëse duam t'i ngjajmë, ja, ky është problemi, sepse me që se kemi ne, hajde ta pranojmë. Jo, nuk duhet ta pranojmë. Jo, ishte për humor, Florence. Besoj se ti e kupton këtë pjesë. E kuptoj shumë mirë, po ky është problemi që e thon disa. Tani, shkon jashtë shtetit, në provincën më të thjesht, po themi, shkon në bathore të Romës, po e fuskot. Dhe do të blesh një tokë të vogël. Shkon në bashki dhe i thua, çfarë projekti ka këtu zhvillimor për 35 vitet e ardhshme, 50 vitet e ardhshme, dhe thot ai, këtu do bëhet kjo, mbas 50 vitesh, thot. Okej, dhe ti je shef, ja vlen se ja vlen që unë t'investoj kursimet e investime. Çfarë ndodh në Shqipëri? Këtu kemi zhvillim hënor, që do thot si gdhiesh me hon. Gdhiesh me hon të mirë, a gdhiesh me hon eklips e tjerë me radhë. Ti blen një tokë, nuk ka asnjë projekt, asnjë zhvillim, i teket dikujt, thot, boj i vizë, thot, këtu do kaloj super unaza, mega unaza e re, do vi këtu do bëhet qendra e zbutjes qenëve të egër të bashkisë, do bëhet kjo, do bëhet ajo, dhe ti e shef vetëm mbas 10 vjetësh, që gjithë kursimet e tua të kanë nxjerr buzë rrugës, dhe në fund thot, e di çfarë, do bëjmë dhe një super zhvillim, do bëjmë një super resort e tjera me radhë. Ndërkohë ti ke bërë tubacionin për ujërat e tua, për të shkarkuar ujërat e tua, dhe ai super resorti që bëhet mbrapa teje, i fut po ke tubi që ke boti, dhe kur ka një vërshim ujërash, merr dhe ty me gjithë çka ke pas të investime. Ke bërë edhe depozite që bëjnë Gjirokastër aty për larjen e frutave dhe ky lloj zhvillimi hënor nuk do na çojë sekundi. Prandaj kur ra komunizmi, qytetarët ishin aq të nevojtar për një strehim, saqë nuk pritën dot arkitektin, urbanistin të bëte planin, por shkoi bëri vetë, u bë vet arkitekt, u bë vet urbanist, po të shohësh ka ndërtime që ti shkrish duke qeshur dhe si vë faj, sepse ai aq shkollë ka pas, aq mundësi ka pas, ka bë sipas vetes. Tashti, mas 35 vitesh, nuk mund ta lëmë që ky lloj zhvillimi të ecë prapë. Pra ndërtohen si kërpulla gjithande dhe vjen tjetër e legalizon, vjen tjetër ta prish, vjen tjetër ta lejon, vjen tjetër ta lejon, vjen tjetër ta shumëzon, vjen tjetër ta pjeston. Zgjidhja, e tham disa herë këtu në mënyra të ndryshme nga të gjithë të ftuarit, është dhënia pesh e njerëzve me përvojë. Kemi ende fatmirësisht të gjallë specialisht për gjitha fushat, i duhet lënë atyre ndonjë kjo gjë. Nuk mundet ti t'ja lësh dikujt që të sjell shumë klikime në muaj ose shumë vota në zgjedhjet e ardhshme. Ky është dëmi kryesor që bëhet i vendi. Po nuk e dhem në dorë, qoftë se futem unë në fush, më lejon njëri mua të futem në fush të futbollit të luaj aty? Jo, vëlla, si për këtë punë ti. A më lejon mua këta tipat që shkruajnë komente që janë bërë gjithë specialistë në rrjetet sociale. Të futem unë sallë të operacionit i them doktorit, po pse më ashtu operota e? A më lejon njëri mua? Jo. Po pra, se kur vjen puna smuresh, nuk pyet patronazhistin, shkon ke doktori. Kur çemet shtëpia, nuk shkon ke patronazhisti, shkon ke arkitekti, ke urbanisti. Në këtë kuptim, e vetmja zgjidhje është dhënia e frerëve të gjithë këtyre kuajve specialistëve kaq.